Paqja, shpëtimin dhe falja e Zotit qoftë mbi ju. Sot me lejen e Zotit, duke pas parasysh që jemi në prag të muajit shajt Ramazanit, kemi hyrë në muajin Shaban, i cili është një urë lidhëse mes muajit Rexhep dhe muajit Ramazan, i cili është muaji i përgatitjes shpirtërore për ta pritur Ramazanin në formën më të mirë të mundshme. Prandaj edhe tema jonë është si të përgatitemi për Ramazan, muajin Shaban. Është një muaj cilin neglizhojmë, apo thënë ndryshe nuk ja dim vlerën shumë për njerëzve. Shabani është muaj i përgatitjes intenzive për muajin e shajt të Ramazanit, në mënyrë që atë ta shfrytëzojmë dhe të përfitojmë nga begatit dhe mirësitë që ka dhënë Zoti atë muaj. Muaji Shaban, siç do ta shohim, është muaj i ngritjes së veprave tona te Allahu. Ka shumë hadithe të pejgamberit tonë Muhammedit a.s. të cilat flasin për vlerën dhe rëndësinë e adhurimeve, ibadeteve, punëve të mira dhe përgatitjes në muajin Shaban. Para muaj Shaban është muaji i agjerimit vullnetar, si para përgatitje për ta pritur muajin e agjerimit pra Ramazanin. Ka ardhur transmetim nga Aisha radiallahu anha, Zoti qoftë i kënaqur me të, e cila thot: "Ma ra'aytu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama shahrin qat illa Ramadan, wa ma ra'aytuhu fi shahrin akthara siyaman minhu fi Sha'ban." Që ka kuptimin, Aisha radiallahu anha transmeton thotë se nuk e kam parë pejgamberin që ta agjeroj komplet një muaj, përveç se muajin e Ramazan, dhe nuk e kam parë të njëjtën kohë që ta agjeron më shumë jashtë Ramazanit se sa në muajin e Shaban. Këtë hadith, të cilën e transmeton Hazreti Aisha, gjendet në 2 koleksionet e njohura të haditheve të sakta në koleksionin e Imam Buhariut dhe Imam Muslimit. Në një transmetim tjetër që e përforcon këtë transmetim ka ardhur: "Kana yasumu Sha'ban kullahu illa qalila." Pejgamberi i agjeronte pothuajse të gjitha ditët e Shabanit në përjashtim të disa ditëve. Pra agjerimi, siç e kuptojmë për këtyre 2 haditheve të sakta, në muajin Shaban është prej veprave më të pëlqyeshme, cilat në farforme e përgatitin besimtarin, e përgatitin trupin e besimtarit me agjerim, dhe të njëjtën kohë e përgatitin edhe shpirtin e tij për ta kaluar në formën më të mirë të mundshme Ramazanin. Është pyetur pejgamberi Muhammedi alayhi salatu wassalam për shkakun që agjeron kaq shumë në muajin Shaban. Ai është përgjigjur: "Dhalika shahrun yaghfalu an-nasu anhu bayna Rajab wa Ramadan, wa huwa shahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin. Fa uhibbu an yurfa'a 'amali wa ana sa'im." A thonë pejgamberi alayhi salam, kjo është një muaj i cili ndodhet mes muajit të Rexhep dhe muajit të Ramazan, po flet për muajin Shaban, e që njerëzit janë të shkujdesur ndaj tij, është thotë pejgamberi muaj ku ngriten veprat tona tek Zoti. Dhe unë po kam dëshirë që kur ngriten veprat e mia te Zoti, me qenë edhe agjerueshëm. Në hadith i pejgamberit a.s. na tregon neve se muaji Shaban për veçorive që e dallon nga muajt e tjerë është se sikur veprat tona që kemi bërë gjatë vitit
këtë muaj ngritën tek Zoti. Ato melek që i shënojnë veprat tona, sikur raportet e punëve që i kemi bën këtë botë, i ngrisin apo i dorëzojnë tek Allahu xhalla xhallahu. Në këtë kontekst, Allahu xhalla xhallahu ka thonë në Kur'an, ilayhi yas'adu al-kalimu at-tayyib wal-'amalu as-salihu yarfa'uhu. Tek ai ngriten fjalët e mira dhe vepra e mirë është aja cilën ai e lartëson. Muaji Shaban është edhe muaji i llogaritjes se vepra dhe përgatitjes shpirtërore. Pra para se me mri Ramazanin dhe para se me hynë Ramazan, besimtari i mirë, besimtari i sinqert, ja bën një llogari vetes së tij këtë muaj, pëlqimet, gabimet, pendohet, kërkon falje tek Zoti, ndërsa për veprat e mira bën dua sinqert që Allahu t'ia pranoj. Ju kujtohet, e kemi përmendur kur ka hyrë muaji Rexhep, para një muaji kur kemi folur për vlerën e muajit Rexhep, kemi thonë që njëri prej dietarëve ka thonë muaji Rexhep është muaji i mbjelljes. Se atyre fidanën, apo muaji Shaban është muaji i përkujdesjes apo jitjes të bimëve, fidanëve. Kurse muaji Ramazan është muaji i korrjes. Para mendon ai i cili nuk ka mbjellë. Çfarë ka për të ujitur? E ai i cili nuk ka mbjellë, çfarë ka për të korrur? Pra nuk mjafton njeriu vetëm me mbjellë, po duhet mu përkujdes për bimën. Që në mënyrë që aja bimë të rritë të shëndetshëm dhe në fund me marë frytat prej saj. Pra me korë. Këta 2 muaj që i paraprinë Ramazanin, pra janë faza stërmitore, përgatitore për me prit atë muajin e madh, atë muajin e shajt, e cilin Allahu xhalla xhallahu në Kur'an e ka quajtur me emrin më të bukur, Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Muaji i Ramazanit është muaji në të cilin Allahu xhalla xjalaluhu e ka zbrit Kur'anin. Pra e veçanta e Ramazanit është sepse në ta ka zbrit Kur'anin. Dhe nëse na dojmë me prit Ramazanin, Ramazanin duhet mu prit me dhurata, të cilat i përshtaten, apo me thonë ndryshe, me vepra dhe punë, cilat lidhen me Ramazanin. Në muajin Shaban, në aspektin historik, këtë muaj, vetëm Kalifti po përmeni, e dini është ndrua dhe kibla. Muslimanët më herët, fillim të Islamit, jenë falë në drejtimin e Jeruzalemit, Kudsi Sherifit, apo Mesjid al-Aqsas. Por në muajin Shaban, Allahu xhalla xhallahu ka dhënë emër dhe urdhër që drejtimi të kthehet Kaçabja, pra kibla, drejtimin namaz, të jetë drejtimin e shtëpisë së parë të Zotit në tokë. Pra në aspektin historik, muaji Shaban, pra me këtë ngjarje që ka ndodhur, pra në farë forme shënon forcimin e identitetit të ummetit islam. Kjo është simbolika në aspektin historik të kujt të muajit Shaban. Elementi tjetër të tema se si të përgatitemi për Ramazan muajin Shaban, ka disa hadithe, thonjët profetit tonë Muhammedit a.s. se i përket zinxhirit transmetimit, ka një transmetim të dopt, nuk e kanë transmetimin e fortë apo të mirë, pra nuk janë hadithe autentike, sahiha, sakta, mirë po në gradën e hadithe të dopta, por shumica e dietarëve islam e lejojnë me punu me hadithe të dopta për motivim vepra dhe punë të mira. Jo për në dispozita, po për me motivu njerin me bo vepra të mirë, e lejojnë përdorimin e hadithit të dopta, pjesa dërmuese e dietarëve. Në këtë kontekst është një hadith që llogaritet hadith
nga transmetimi i dëmt, i cili flet për natën e 15 apo natën e mesit të muajit Shaban, që njihet si nata e Beratit. Në këtë hadith ka ardhur Allahu i shiqon krijesat e tij natën e mesit të muajit Shaban, i fal të gjithë ata, përveç ai i cili ka bërë Zotit shirk rival dhe ai i cili ka pas armiqësi me tjetrin. Të dy elemente janë përmend. Ai i cili ka bërë Zotit shirk, pra nuk e ka besimin e pastërt, i bërë Zotit rival, dhe dyta, ai i cili ka ngathresa armiqësi të thellë me tjetrin. Thamë që hadithi është i lop për kuptimin, për mu motivu vepra të mira, apo për gjërat që preferohen. Këto ditë që kanë me këtij muaji, është që të largohemi nga gjithçka që ka një lëz besimin ton, po të njëjtën kohë të largohemi nga çdo ngatresë e cila mundet me qenë pengesë mes neve dhe Zotit apo mes neve dhe mëshirës së Zotit. Pra Allahu e shfaq mëshirën e tij përveç atyre njerëzve të cilët nuk i besojnë Allahut xhaleshanuhu dhe nuk e pranojnë këtë dhuratë Allahut. Si duhet ta kalojmë këtë muaj? Cili muaj? Muaj Shaban. Mos harroni. Rajab, Shaban, Ramazan. Si për mbledhje, po kam dëshirë një përmend disa elemente. Elementi i parë e kuptuam që e rëndësishme në këtë muaj është agjerimi. Apo? E kuptuam që në këtë muaj e rëndësishme është që ne të përgatitemi. Po e para prej këtyre përgatitje praktike, unë mendoj që është mu pendu, mu kthy te Zoti. Wa tubu ila Allahi jami'an ayyuha al-mu'minun la'allakum tuflihun. Dhe pendoheni të gjithë ju besimtarët e Allahut nëse doni me shpëtu. Pra pendimi i sinqert duhet me qenë hapi konkret në pritje të Ramazanit. Hapi i dytë pas pendimit vjen që agjerimi që folëm hadithet që i përmend. E treta, Ramazani muaj i Kuranit. Hapi i tretë duhet me qenë leximi i librit të Zotit. Po para prakisht kërkohet me lexu Kuranin. Sepse ti po e pret muajin e Ramazanit që është muaji i Kuranit, atëherë forma më e mirë është që ju kthy Kuranit. Me lexu Kuranin. Më mundu me nxjerr mesazhe për Kuranit dhe më mundu me praktiku. Elementi i katërt, përmirësimi i raportit ndërmjet vete. Hadithi tha që Allahu nuk e fal atë i cili është në armiqësi të thellë me tjetrin, nga tresa. Atëherë nëse do me prit Ramazanin, atëherë duhet me zemër të pastër. E një prej forma praktike është me investu gjatë këtij muaji, mi përmirësu raportet ndërmjet vete. Të fillu prej njerëzve më të afërt e tutje, sepse kjo është porosi e Allahut xhaleshanuhu. Përveç kësaj, është përmendja shpesh të Zotit. Përmendja shpesh të Zotit. Kjo nuk duhet më bo vetëm muajin Shaban, apo muajin Rajab, apo muajin Ramazan, këtë vitin. Po muaji Shaban, pasi që është në prag të Ramazanit, me shërby për neve një muaj, i cilin na vedizon që sa ma shumë, sa ma shpesh dhe sa ma sinqert ta përmendur emrin e Allahut. Sa herë që falme, çdo namaz që falme, çfarë do të qoftë lloji namazit? Namazi fillon me shprehjen Allahu Akbar. Allahu është më i madh. Çka është kjo Allahu Akbar? Kjo është përmendje e Zotit. Pse ka vetë ka shpesh me përmend fjalën Allahu Akbar? Mi tregu edhe vetës tonë, edhe zemrës edhe shpirtit tanë, edhe nefsit edhe egos, edhe të mira tua dhe gjunahet tua, edhe krejt botës, se më i madhi është Allah. E pasi Allah është më i madhi, na kemi nevojë për ta. Se është i gjithëfuqishëm.
ai nuk ka nevojë për neve. Na jemi ata të dobët që kemi nevojë për të fortë. Nëse dikush është zhyt gjuna dhe mëkate kur thot Allahu Akbar, ja kujton vetes që mos me kalu në pesimizëm dhe humbje shpresës, po ja kujton vetes se Allahu ka fuqi. Edhe gabimet e mia sa do të maja që janë aty me mi falë, nëse unë sinqerisht kthehem tek Allahu. Kur thamë Allahu Akbar, Allah është më i madh, nëse jam shprehu me ndonjë smundje, ja kujtoj vetes se dera që do të me trokit, dera e parë është dera e Zotit. Sepse ilaçi dhe shërimi është në dorën e Allahut. Ai është më i madh. Nëse dikush ka bërë pa drejt, e ka shkel të drejtën tonë, ta ka shkel të drejtën tonë, ta ka cungu hakun tanë, kur thu namaz Allahu Akbar, ja kujton vetes se Allahu është mbrojtësi më i mirë. A ka thënë Allahu në Kur'an, Allahu waliyul ladhina amanu, Allahu është mbrojtësi atyre që kanë besu. Allahu waliyul ladhina amanu, yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur. I nxjerr njerëzit prej errësira në dritën e tij, kurse kundërta djalli shejtani walladhina kafaru awliyahum at-taghut, kurse ata që kanë mohu Zotin, ndëmtar dhe mbrojtës tyre i kanë djajt, idhujt, shejtan, cilat i nxjerrin prej dritës Zotit në errësira. Shprehja Allahu Akbar është një prej shprehjeve që ne shpesh e themi, po jemi shumë larg saj në aspektin e kuptimit, në aspektin e meditimit, në aspektin e thëllimit se çfarë kuptimi ka kjo shprehje. Pejgamberi Muhamedi alayhis salam, edhe pse namazi është dhikr, përmendje Zotit, ka legjitimu edhe format dhikrit para namazit, pas namazit, mëngjes, mbrëmje, kur del njëri prej shtëpisë, kur kthehet në shtëpinë e tij, kur shkon njëri kur është në treg, kur është duke e ngaz veturën e tij, kur merr rrugë, si udhëtar, si musafir, kur bjen shi, kur frin era, kur merr nxehtë, kur martohet njeriu, kur i lind fëmijë, kur vdes dikush në familje, domthonë për çdo lloj ngjarjesh, ndodhish që njeriu t'i ndodhin, pejgamberi Muhamedi alayhis salam na ka pru lutje, të cilat në vete e përmbajnë përmendjen e Allahut, për çfarë arsye? Për më na tregu se njeriu nga vetë natyra e tij është kriju pra prej Allahut dhe ka nevojë më shumë për Allahun. Muji, pra Shaban, duhet të kalohet se me përmendjen më të shpejt Allahut. Udhkurullaha dhikran kathira. Allahu ka thënë Kur'an, përmendni Allahun shpesh. Wala dhikrullahi akbar. Përmendja e Allahut është vepra dhe puna më madhështore. Xhamin për çka e marrën? Me ngrit lartë fjalën e Zotit dhe përmend Allahun sa më shpesh. Pra, le ta shfrytëzojmë këtë muaj, këto ditë që kanë vetë muaj Shaban, në mënyrë që ta përgatisim edhe zemrën, edhe shpirtin, edhe veten, edhe trupin ton, për ta pritur në formën më të mirë të mundshme një musafir të Zotit, i cili vjen një herë në vit, ai është muaji Ramazan. Allahu na bekoft muajin Shaban dhe na mundsoft me vrim muajin Ramazan. Allahumma amin. Walhamdulillahi rabbil alamin.